Kjo a është kronologjike, doktoresh Dritë, a është rëndësishme cilat analizën lypen 3 muajt e parë, cilat 3 muajt e dytë? Sigurisht është me rëndësi, domethënë si cilat analizë. Apo varet nga organizmi. Na po flasmi për shembull tash kena me një rast që kemi pas bashkë me doktoreshën Lule, domethënë për nivelin e antitrupave, domethënë na përmend rubeolën për shembull, domethënë perëndim ekziston libreza shtazanisë, domethënë edhe prej aty domethënë shkruan grupi gjakut, për shembull hemoglobina, janë disa të tjera, edhe ndërto domethënë është edhe rubeola. Domethënë automatikisht testohet që një grua shtazane a ka nivelin e antitrupave të mjaftueshëm, pika parë domethënë a kanë të atë nivel IgG pozitive edhe sa është niveli aty në antitrupave. Sepse nëse një shtazane domethënë nuk e ka IgG-n domethënë pozitive, ajo është rrezikuar me infektu me virusin e rubeolës, edhe pasojat janë shumë të mëdha, si e përmenda pak më herët. Mirë po çështja është që nëse domethënë dikush, një grua planifikon një shtazani, edhe na testojnë paraprakisht, tash doktoresha Lule ka më na tregu se cilat antitrupa dhe çështë duhet më testuar të tjera, nuk e ka, domethënë na paraprakisht i propozojnë me marr vaksinën kundra rubeolës që me pas nivelin e antitrupave të për ata që bojnë planifikim shtazanis, për ata që veç ajo që është shtazane dhe nuk e ka nivelin e antitrupave, atë se për fat të keq për shembull nëse infektohet me rubeolën, ne nuk kemi terapi.